shikojmë në mediat kosovare shpesh, jep mend politikës kosovare. Bravo të shoh. Po jam aktiv, jam angazhuar. Patjetër. Ja, sigurisht se flasim me metaforë. Edhe sot të shohim në shesh. Ke ditë që ditë? Unë dalë po thosh ditë që jam në Tiranë, edhe sa që jam në Tiranë, bëj një xhiro shëtiti të takoj njerëz, edhe jam mbështetës e shkruaj rregullisht në favor edhe po sot jam i shqetësuar se si do e bëj qeveria Rama summitin e NATO-s në Tiranë me gjitha armiq. Po, pa u trajtuar këta armiq, këta iranian, rus, serb, që janë këtu. Si do e bëj summitin e NATO-s me gjitha armiq të shesh, armiq të huaj nga tëra vendet. Po ka shpresa që deri në shtator kjo dëshuar. Atë nuk e di, unë po shpresoj që këtë vazhdoj dhe stoicizmi është i pa imagjinueshëm, por është për të ardhur keq shoqëria shqiptare ka ecur shumë para se sa institucionet, e ndërkohë kryeministri vazhdon me teza me armiq të jashtëm, si koha e Ramiz Alis. Dhe Ramizi ka qenë diku i përmbajtur, Ramizi thoshte armiq të UDB-s, klasat e përmbysura edhe CIA. Po tre kishte ai. Kurse ky ka futur more grek, soroist, marksist, anti-amerikan, grek, serb, viktimat iranian, viktimat algoritmit bashkëqesharake kjo gjë. Dhe kjo është një dëshmi që nuk jam mësuar me demokracinë. Jam mësuar me një popull të fjetur, një popull të gjunjëzuar, një popull që të ardhmen nuk e shikonte këtu, prandaj ne kemi emigracionin më të madh në botë për kokë banori dhe për përqindjet e popullsisë, dhe janë befasuar se kanë menduar që gjithë do ikin. Edhe habiten kur shohin njerëz që nuk janë më pasiv, edhe është problem tani se në momentin që populli zgjohet nuk e zë me gjumin. Kjo është problemi. A ti je një mendimtar, je një këshilltar i mirë, një mentor i mirë për politikanët? Ja, për vëllezërit tanë. Çfarë këshilli do t'i jepje kryeministrit Rama? Përveç Dorëgjës. Jo, se problemi i madh. Problemi i madh, këtu trajtojnë Dorëgjën si dramë. Është njësoj çfarë do bëhet me ne po iku e veri. Domethënë tërë të flasin se është aq absurde që këtu ta bëjnë abnormale, ta bëjnë normale. Dorëgjja është një instrument shumë normal perëndim. Aq normal është perëndim në Evropë ku do futemi neve. Sa atje kur ka skandale, Dorëgjën e japin edhe mbretërit. Ata që e kanë mandatin e përhershëm, abdikojnë. Kurse këtu e marrin si një tragjedi e jashtëzakonshme, se këtu o t'ekin me protesta, o me votë madhe, ose me pranga. Edhe kjo është e shëmtuar, sepse në Evropë duhet ketë përgjegjësi. Edhe protesta është për kërkuar përgjegjësi. Kështu që gjëja kryesore do të ishte që Evropë nuk bëhesh vetëm me shije estetike, se vishesh bukur, fletë të huaja, mban telefonin e fundit, mban rroba me marka, Brioni, Kitano, ku diun. Në Evropë është me sjellje, me veprime, me përgjegjësi, me demokraci. Si e shikon të ardhmen e kryeministrit në 2 vitet e ardhshme? Po e vështirë me bë parashikime, por çka ka ndryshuar nuk dreqet me. Domethënë, kostoja reputacionale është e pariparueshme mendoj unë. Brenda jashtë vendit, mendoj që në sytë e zonës urbane Tiranës, ku ai e ka nisur karrierën, mendoj që ai është venitur dhe kjo është një lloj përfundimi kurbës së tij. Këtu e nisi karrierën, këtu do e mbylli. Protestat e qytetarëve në qytetin e Tiranës. Të ka bërë përshtypje kapja prej duarsh me kryeministrin francez, me presidentin francez, në vizitën e tij të fundit, dhe duket sikur ajo është shpresa e vetme për kryeministrin. Shiko, ai është njëri që është përveç se fakti ka qenë gjatë pushtet, e si i tillë ka njoftë gjithë njerëzit edhe ka kryer raporte personale. Ai është njëri charmant edhe i këndshëm edhe i zhdërvjellët, ai nuk është pa veçori aftësi, ai është i zoti në atë aspekt. Problemi është edhe inteligjent është, po edhe i ditur është, i lexuar është. Problemi është se si e përdor atë gjë, e përdor për mirën e shoqërisë apo për mirën personale, a përdor për të mirën e vendit, apo përdor për karrierën tënde, po unë nuk habitem që njerëzit ma gjepsën atë, ai këndshëm, edhe unë dhe shumë të tjerë më para se të merrte pushtetin. Kemi pas besim. Ka pasur respekt, besim, admirim, dikush ka qenë simpatik, ka qenë i këndshëm. Edhe shumë njerëz kanë besuar me të drejtë, por problemi është tashmë nuk kanë ngel më gjë, domethënë nuk ka më surpriza. Është ndër liderët më jetë gjatë tashmë në Europë lindore.
me ikin e Orbanin të shtavam ndërmjet gjallët bashkë me Vučićin krahasohet. Që ty rrethana nuk ka më surpriza, domethënë ai është shtëruar. Vetëm doli përsërisi skemat e njëjta. Ka fjalë që i vetmi që e korrigjon ose e sugjeron apo i jep mendim në lidhje me protestën si ti bëj bisht është Vučić. Duke qenë se ka një eksperiencë me Jo, se mendoj se këto veprimet që janë ndërmarrë këtu janë veprime që bëjnë në përgjithësi sisteme politike që shmangin përgjegjësinë. Prandaj përmenda edhe Ramiz Alin, që pak a shumë në vend që të ballafaqojë, i intimidon, janë atemon, i qunë armiq për të evituar dhënë llogarisë mbajtje e përgjegjësisë. Që nuk mendoj se janë ekskluzive të Vučićit, kanë bërë në vende të tjera. Për shembull, taktika si për shembull anti-mitingjet për shembull, siç ishte ai që u bë për 35 vjetorin e partisë. I ka bërë dhe Osni Mubaraku, i bën të gjitha, këto janë taktika. Kjo është si thosh manuali i autokratëve që duan të shmangin dhënien e llogarisë dhe mbajtjen e përgjegjësisë. Kështu që nuk ka ekskluzive të Vučićit, janë tipike që i mbajnë liderët, të cilët nuk janë mësuar me qytetarë që kërkojnë llogari, nuk kanë kurajë me ballafaqu me performancën e tyre dhe përpiqen të devijojnë vëmendjen duke sajuar armiq, duke sajuar të brendshëm të jashtëm dhe duke refuzuar që të ballafaqohen me problemet. A është momenti kur SPAK-u duhet të fillojë hetime në lidhje me gjëra për cilat tashmë janë bërë publike. Një prej tyre për shembull që mund të konsiderohet si një provë pa kundërshtueshme është libri Albanian Files. Po shiko, unë mendoj që për çdo lloj temash është shumë e rëndësishme që SPAK-u të funksionojë tamam si një drejtësi perëndimore. Dhe SPAK-u nuk do duhet të veprojë me emocione. Sepse mund ndodhi pastaj që për shkak presionit publik emocionet bëhet shfaqje dhe pastaj të lirohen ose të mos bëhen gjyqje siç duhet. Kështu që unë mendoj që duhet durim edhe nëse vonohet, e rëndësishme është që ti shkojë deri në fund e mos të trembet. Edhe mos demoralizohet. Por nuk mendoj se drejtësia evropiane që ne duam të ndërtojmë duhet të ndikohet në emocionet. Jo më kot simboli antik i drejtësisë është justicias romake, është një zonjë me peshore, po me sytë e verbër, me një dorë shpatë dhe dorë peshore. Kështu që mendoj që drejtësia duhet të qëndrojë e verbër, të bëjë punën më profesionale të mundshme, sepse në fundit tu bëhet fjalë për ndërtuar një të ardhmen me taban të fortë dhe mos bëhet gjueti shtrigash. Është e vërtetë që Albin Kurti ka organizuar protestën në Tiranë, siç pretendon kryeministri? Po ti isha ashtu, do isha unë këtu. Do isha unë këtu. Unë mendoj që është shumë laramane, është shumë horizontale, është shumë organike. Ka njerëz të majtë e të djathtë, ka rural, urban, ka shtresa ndryshme, segmente ndryshme, dhe kjo është forca e kësaj proteste që është gjithëpërfshirëse dhe nuk ka hierarki. Dhe kjo është i habit gjithë, sepse jam mësuar me parti politike, por suksesi kryesor i kësaj proteste është që ka thyer duopolin e partive tradicionale dhe njerëz kanë zgjedhur të organizojnë vetë. Meqenëse demokracia përfaqësuese ose deleguar s'po tregon prova, dëshmi të cilësisë ose të efikasitetit, atëherë njerëzit e kanë marrë në formën e demokracisë pjesëmarrëse dhe drejt për drejt duke folur në këtë lloj agoraje, forumi modern. Kjo që është dëshmi e evolimit të shoqërisë sonë. Kjo është protesta më pro-evropiane që kanë bërë shqiptarët për 1990-s dhe mendoj se është edhe një sinjal që jepet Brukselit për t'i thënë që institucionet mbase nuk janë gati, por shoqëria është gati. Dhe këtu ka qytetarë të cilët vlerat evropiane kërkojnë jo se janë të importuara ose të cilëve me presion, por sepse ata i ndjejnë të nevojshme. Pra ky është shoqëri që është auditor dhe kjo i jep një garanci ekstra Bashkimit Evropian që përveç presionit dhe SPAK-ut, tu ka një popull qytetar me standarde evropiane që kërkon këto gjëra në natyrshme sepse i beson në këto vlera dhe nuk ka hequr dorë. Shpresoj që kjo ta ndihmoj kryeministin ta fusë më herët në BE, pra para të këtij vjetës. Unë shpresoj ta ndihmoj si shqiptar faktikisht, edhe si popull shqiptar që e meritojmë, duke treguar që paçka se institucionet nuk janë gati, shoqëria është gati. Faleminderit Andrej.